Përshëndetje të nderuar, sot do të mundohem të shpjegoj një fjalë këto, një koncept, një shkollë, një teori, të cilën s'do mend se e keni dëgjue shumë herë nga hoxhallarët tuaj, nga dietar, e keni lexu, e keni trajtu, i keni dëgjue shpjegimet rreth saj nëpër tribuna të ndryshme dhe të ngjashme. Fjalën e kam për fjalën medhheb. Çfarë don të thot fjala medhheb? Prej nga e ka burimin, a gjendet në Kur'an, a gjendet në hadithet të pejgamberit, si paraqitet medhhebi, kjo fjalë medhheb në historinë islame, çfarë është quajtur, si është quajtur më parë, kur e merr emrin medhheb, pastaj përpjekjet për ta mbrojtur medhhebin, ndarjen në medhhebe, përpjekjet për promovimin e medhhebeve, përpjekjet për anulimin, largimin, shlyerjen e medhhebeve. Të gjitha këto dorën zemër të shpjegohen në këta pak minuta sa i kemi në dispozicion, don të thotë të shpjegohet zhvillimi historik i mendimit islam që nga koha e sahabëve e deri në ditët e sotshme. Pra, përgjatë shpjegimit të medhhebit, ti nuk e ke çare pa kalue në për procesin historik në për të cilin ka kaluar mendimi islam, ku domosdo përmend data, përmend emra dietarësh, përmend sekte të ndryshme, përmend grupe të ndryshme, pikpamje të ndryshme dhe të ngjashme. Andaj vetë mund të kuptoni se sa muj me arrit one në këta minuta në një video me shpjegue problemin e medhhebit që shumë herë ka qenë një ndër temat kryesore, jo vetëm teologjike e juridike fikhise islame, por edhe sociologjike e filozofike e politike. Rreth kësaj fjale dhe rreth gjithë asaj që përfshin dhe reflekton kjo fjalë, janë marrë dietar të ndryshëm e politikan, e sociolog, e filozof që nga koha e sahabëve. Megjithatë, në minutat në vazhdim do të mundohem ta shpjegoj ashtu që ta kuptoni jo esencën e medhhebit. Jo në atë kuptimin, jo medhhebi hanefie, malikije, jo vahabije, jo selefie. Jo, unë nuk dua të lëshohem në ato jangra jungra, por do të mundohem ta quaj shkencerisht, ta përmbledhi apo trajtoj gjithë atë që ju dohet ta dini rreth kësaj teme. Edhe njëherë po them, ndër më të rëndësishmet përgjatë zhvillimit historik të mendimit islam. Fjala medhheb rrjedh nga folja e gjuhës arabe dhehebe, që don të thot me shku të shkosh. Medhheb pra, që rrjedh nga dhehebe, është paskajorja, masdar në gjuhën arabe, apo edhe si emër që don të thot vend, shkollë, rrugë, shteg e të tjera. Në kuptimin, ky ke kuptimi etimologjik, gjuhësor, në kuptimin terminologjik, çfarë përmban fjala medhheb? Medhheb është tërësia e pikpamjeve apo sistemit të krijuar dhe të vendosur nga studiuesit që pranohen si autoritete legjitime në gjetjen e provave, argumenteve, konditave, mbi të cilat bazohen vendimet parësore ose dytësore të fesë islame. Por edhe në nxjerrjen më pastaj dhe interpretimin e këtyre vendimeve se si të implementohen në jetën e përditshme. Praktike si islam dhe akaidologjike si term, si iman. Ato shkolla që përqendrohen në themelet e besimit, pra që flasim për imanin në përgjithësi, quhen shkolla teologjike
ose shkolla kelamiste, ose shkolla akaideologjike, ose medhhebe teologjike. Ndërsa, shkolla që miren me çështje juridike, në arabisht, juridike dënë thot fik, quhen medhhebe juridike dhe janë të njohur edhe nga të gjithjo ato 4 medhhebe që me qindra her i keni dëgju në jetën tuaj. Studiues bashkohor të fikhut islam, sidomos, siç është Muhammed Ebu Zehra, i ka nda shkollat ose grupet përveç shkollave juridike islame në politike që janë shiite, harigjite dhe në shkolla teologjike që janë mu'tezilitet ose shkolla mu'tezilite, shkolla esharite dhe shkolla maturidie. Mendoj se jam i kuptueshëm. Nuk e kemi mundësin të ashtu përgjatë të komunikimi me thonë, a është e kuptueshme që ta shpjegoj edhe njerë, me që dhe te po mundohem në mënyrë shumë të qartë që ta bëj këtë komunikim me ty, me juve në mënyrë miqësore dhe sa më thjesht që është e mundshëm. Tash, zhvillimi historik. Në historinë e hershme islame, përgjatë fazave formsuese të mendimit islam, grupet fetare dhe politike nuk janë quajtur medhhebe, por janë quajtur ashabul maqalat. Kjo për shkak se ata studiuas shkruanin traktate që në gjuhën arabe traktatit, studimit, i thuhet maqale ose maqalat në shums, që i bje fjalim, trajtim, shqyrtim, mendim dhe të ngjashme. Këto maqalate natyrisht se janë shkruajt në mbi çështje sociale, fetare, akaideologjike, kelamiste, teologjike, fikhiste, juridike dhe tema të tjera. Këto pikpamje pra, që të maqalate të trajtuara ashtu, gradualisht e marrin natyrën e një grupi, sepse qaj dietar e krijon një rreth të cilët e mbështesin, e dëgjojnë, e përkrahin, sikur xhamati i një hoxhe, e më pastaj ai xhamat, ai grup fillon ta promovoj hoxhen e vet. Dhe fjala ashabul maqalat, tani, këta autorët e këtyre traktateve, trajtesave, fillon të nënkupton grupe të mbledhura rreth ideve të përbashkëta në udhëheqjen e një mësuesi, hoxhe apo themeluesi. Më vonë paraqitet fjala firqa në shums firaq në gjuhën arabe, që bëhet termi më i zakonshëm dhe më i përdorshëm dhe i cili tregonte formimin e grupeve në historinë e medhhebeve, sekteve islame. Naubakhti, një dietar i çmuar, i pazaventueshëm, veprën e tij që flet për grupet shiite për herë të parë që përmendet kjo fjalë e quan firaqush shia, ose sektet, medhhebet shiite, ndarjet shiite, shkollat, konceptet shiite. Mos ta tham shumë herën medhhebe, shkolle, koncepte, pikpamje e sekte të ngjashme. Po e kuptoni se për çka po flas? Për një medhheb, për një shkollë, për një koncept të caktuar të një dietari, ndërsa në mënyrë terminologjike se çfarë është medhhebi, e thash atë për kufizimin lart, mund ta ktheni dhe ta ridëgjoni. Pas Naubakhtit, Abdul Qadir el-Baghdati e shkruan një libër ku flet për grupet e ndryshme kelamiste, teologjike pra dhe politike, dhe këtë libër e quan el-Firaq bejn el-Firaq, dallimet midis grupeve apo shkollave. Është libri i dytë në historinë islame që e përmend fjalën firq ose firqa. Më pastaj paraqitet në studimet islame, paraqiten dy fjalë të reja, milal dhe nihal. Dhe që të dyja këto fjalë
dalin si rezultat i zgjerimit të gjeografisë islame dhe ballafaqimit, takimit, komunikimit me grupe besimi të ndryshme që i përkisnin fenave të tjera. Në këtë kohë paraqitet fjala milal dhe nihal. Fjala milal është shumësi i fjalës mille, milletun, që dënë të thëtë fe, dhe nihal është shumësi i fjalës nihle, që dënë të thëtë pretendim, apo mendim, apo grup fetar dhe të ngjashme. Prandaj, miq, termi, të këshyri sa minuta shkun, 10 minuta, prandaj termi el milal wan nihal përdorej në kuptimin e feve dhe sekteve. Ibn Hazmi tani e shkruan veprën e tij të njohur me titull El Faslu fil milali wal ahwa wan nihal. Ndërsa pasi Shehristani e titullon veprën e tij El Milal wan Nihal, e që nuk ma mërmenja se ka hoxh studiues serios që nuk e ka këtë veprën e Shehristanit. E nëse nuk e ka, do të ketë në bibliotekën e tij, jo sa për reklam, por që ta trajtoj. Unë e kam në 3 gjuhë, turqisht, arabisht dhe në gjuhën angleze. Fjala dhehebe, miq, tash ka brumi, përmendet në shumë ajete në Kur'an me gjithë derivatët e saj. Folja, dhehebe, rrugë, shtek, ka shkue, shkon, të shkosh. Përmendet shumë herë në Kur'an, njëjtë kështu edhe me derivatet që dalin nga kjo fjalë. Por, në asnjë vend në Kur'an nuk përmendet në mënyrë paskajoreje, apo si emër, apo si masdar. Fjala medhheb nuk gjendet kurkun në Kur'an. Raja foljore e fjalës medhheb, dhehebe, gjendet në Kur'an, por paskajorja e fjalës e foljes dhehebe, medhheb, nuk gjendet në Kur'an. Fjala medhheb përmendet, që kjo fjala dhehebe, përmendet në ajetin e 122 të sure At-Taube. Firqatin, e gjanjat i ajetin 122, firqatin. Por në këtë rast, fjala nihal dhe të tjera të ngjashme me këtë nuk përmenden as në këtë ajet, e nuk përmenden as në ajet tjera, mbase nuk përmendet as fjala meqalat, ashabul meqalat që e përmenda pak përpara. Tash, termi medhheb, miq, nuk përmendet as në hadithe, njëjtë sikur në ajetet e Kur'anit. Muhamedi alayhi salatu wassalam, përgjithsisht, kur ka fol për shkolla, për ndarje, për koncepte të ndryshme, e ka përdor fjalën firqa, firaq, që në Shqip dënë të thëtë ma shumë si sekt. Dhe sekti është një grup më e vogël, e ndar, apo që do t'i bashkohet një tërësie më të madhe. Sekt në gjuhën shqipe dënë të thëtë një grup e dal nga tërësia, apo një grup e caktuar që do t'i bashkangjitet. Për çfarë do arsye një grupe më të madhe, një tërësie. Bile, miq, fjala firqa në gjuhën tek hadithet e pejgamberit përdoret në kuptim të dallimeve dhe ndarjeve të muslimanve në besim. Dhe kështu vazhdon më pastaj zhvillimi historik i saj. Tash, miq, përmena çështje juridike, përmena të besimit, akaidit, hadithe, ajete sene. Para se të vazhdoj këto, sa po mu kujtua, që t'ju them dishka, se fjala medhheb nuk ka të bëj vetëm me çështjet juridike. Medhhebi Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbeli. Por medhheb, shkollë, koncept, pra, ka në të gjitha, është bile këto e dini, po se di shka pe tham, po ja po e tham, ka në të gjitha rrafshet studimore në jetën e njeriut.
kemi medhhebe në teologji, shkolla të ndryshme. Kemi medhhebe në filozofi, medaris el felsefie, shkollat, konceptet. Për shembull, shkolla e Vjenës, shkolla e Frankfurtit, shkolla e Wittgensteinit, shkolla materialiste, shkolla idealiste, pastaj shkolla pragmatiste, shkolla ekzistencialiste dhe të tjera në filozofi. Edhe në sociologji, ki shkolla e Durkheimit, shkolla e Weberit, shkolla e këtij, shkolla e atij dhe të ngjashme. Edhe në gjuhë ke shkolla që flet se folja është kështu, shkolla e gjuhëve të kësaj, e gjuhëve të indo-evropiane dhe të ngjashme. Vazhdojmë. Parimet e besimit, ato 6 që janë. Pastaj ibadetet ose ritualet, adhurime dhe rregullat e Islamit që lidhen me jetën shoqërore jepen fillimisht nga mësimet e vahjit kuranore dhe më pastaj shihen me sy dhe dëgjohen me veshin normal nga praktika e pejgamberit sunne dhe nga fjalët e pejgamberit hadithe që quhen hadithe. Islami kështu, miq, ka 2 dimensione. Islami ka 2 dimensione. 2 anë të arta të medaljes të quajtur Islam, apo 2 aspekte Islami. Ka aspektin hyjnor, që është qaj vahje, që vije nëpërmes Gjibrilit të Muhamedi a.s. dhe aspekti njerëzor, apo i të kuptuarit dhe praktikuarit nga njerëzit, filluar nga Muhamedi a.s. Jo çdo gjë në Islam që e dëgjoni është ajet. Sikur jo çdo gjë që e përjetoni, e lexoni, e shihni në jetën shoqërore islame është fjalë e pejgamberit. Për këtë arsye, për kufizimi yt, duke e shpjeguar Islamin, apo reduktimi i shpjegimit të Islamit, vetëm në ajete dhe hadithe, del i thot. Por, çka ka për të haditheve? Janë traditat e ndryshme, kulturat e ndryshme, zhvillimi historik, ndikimi i gjeografive të ndryshme, i historive të ndryshme, i ngjarjeve të ndryshme, ndikimi i personaliteteve të predikuzve që flasin për Islamin apo për fen, dhe kjo ndodh me të gjitha tresat e tjera, jo vetëm me Islamin. Pra, fillimisht Islami ka 2 aspekte, atë hyjnor, Kur'anin, dhe atë që implementohet në praktik si sunnet dhe thuhet me fjalë si hadith. Për të i qëti hadithit, pasaj Kur'an këti Islamit im vishet, jo i vishet, po plotësohet koci dhe mishi pastaj me elemente të tjera për të quajtur një trup universale e fes islame. Andaj, jo rastësisht, unë shumë herë në këto ligjërata me ju këto, kur kam folë për Islamin, kam thënë Islami si fe, si kultur dhe si civilizim. Prandaj, nuk është rastishme pse them se Islami është e vetmja fe që i jep vetes ingerenca, bile thirret me ato ingerenca të puqet, të depërtoj në të gjitha poret e jetës së njeriut dhe të ekzistencës në përgjithësi. Asnjë fe tjetër nuk është kaq e përzier dhe ngjizur me jetën njerëzore, andaj, po e përfundoj këtë koncept që po e shpjegoj, andaj, në Islam nuk ka diçka që mund të quhet Islami dhe shkenca. Gabimisht, hoxhallarët do ta përmendin këtë, të tërheqin vërejtjen, edhe në për studio televizive edhe në xhamate, çfarë dallimi ka, a pajtohet Islami me shkencën ose ku kundërshtohet. Kjo është paraqit në mesjet, në kohën kur Kisha Katolike në Evropë po e humte atë forcën e vet dhe fillon të largohet nga jeta e njerëzve në mënyrë të skajshme dhe të dhimbshme, dhe paraqiten pastaj shkencëtarët, inteligjenca evropiane, sidomos filozofët që i gjuhen dhe ballafaqohen shumë ashpër me fen, sepse në atë kohë
feja e Krishter ma nuk arrin që t'i përgjigjet nevojave, kërkesave dhe dinamikave të kohës atëhere dhe më tutje. Në islam nuk ka islami dhe shkenca, sepse shkenca të marrurit me shkencëtar, jeta e tij do të jetë në përputhshmëri me parimet bazë të islamit. Përndryshe, si do ta kuptojmë tjetër fare urdhëresën e parë, apo hapin e parë të komunikimit hyjnor të Zotit me njeriu me fjalën ikra, në ikra hi praktika, hi shkenca, hi jeta, hi filozofia, hi ushqimi, hi çdo gjë që arrihet nëpërmes të lexuarit, të kuptuarit, të vrojtuarit, të vështruarit, të studiuarit, të praktikuarit, racionales, empirikës, ekzistenciales, ontologjisë dhe shumë mënyrave të tjera. Gjithsesi, islami, thash, i ka dy dimensione, ato hyjnor dhe ato që manifestohet nëpërmes praktikës së pejgamberit si sunne dhe fjalës së pejgamberit si hadith që dëgjohet. Sektet apo firak tash fillojnë të formsohen me njëherë pas vdekjes së Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe vazhduan deri në shekullin e 5 hijri apo të 11 miladi. Pastaj ndalen mbaron puna e sekteve dhe fillojnë të paraqiten më pastaj aty ka shekulli i 12 apo i 18. Fillon lufta ta quaj apo debatet apo përpjekjet pro et kontra medhhebeve, shkollave, traditës islame me paraqitjen e Muhammed Abdul Wahhabit në Hijaz, i cili ndër punët e para që i bën, duke mos e kuptuar fare Taqiyuddin ibn Taymijen, të cilin e konsideroj një prej kolozëve të mendimit islam, anipse nga Muhammed Abdul Wahhabi dhe pasuesit e tij shtrembërohet skajshëm dhe dhimshëm mendimi i Ibn Taymijes në shumë tema, pra me paraqitjen e doktrinës së Muhammed Abdul Wahhabit rishfaqet sërish problemi dhe çështja e medhhebit. Pikat themelore që ndërlidhen me fenomenin e medhhebeve apo firq, sekteve, ndarjeve të ndryshme, që një lëvizje intelektuale ose lëvizje politike të quhet medhheb, shkollë, ajo duhet të ketë karakteristikat e përkatësisë me islamin, këtë rast po flasu për medhhebe islame, duhet pra të ketë karakteristikat e përkatësisë, t'i takoj frymës islame, të jetë e fokusuar në çështje teologjike ose politike që merren me jetën islame dhe të pasoj një metodologji unike ose qëndrueshmëri të brendshme. Se çka mundet me u quajt medhheb, del një hoxha atje edhe thet unë e kam medhhebin tem, ose Nasiruddin Albani medhhebin tem, ose ai tjetri medhhebin e tij, ose Sheikhul Azhari medhhebin e tij. Sipas të tij përkufizimi që e bëra, medhhebi qenë ka diçka shumë ma i strukturuar, ma i ran, ma i gjan dhe ma i shtirë për të formosuar deri në atë pikë ti mohosh medhhebet tjera. Përveç sekteve ghalije dhe batinie, të gjitha medhhebet teologjike, kelamiste, i referohen drejt për drejt islamit, qofshin ato që më pastaj do të quhen sunnite, qofshin ato që quhen më pastaj shiite, dhe i bazojnë doktrinat e tyre kryesisht në Kur'an dhe Sunnet. Mënyra e istimbat e nxjerrjes së argumentimeve nga Kur'ani dhe Sunneti reflekton në krijimin e pikpamjeve dhe medhhebeve të ndryshme. Pra, përveç ghalive dhe batinive, egzoterikve ekstrem, të gjitha rrymat dhe shkollat
medhhebet thiren se po mbështeten drejt për drejt dhe po i bazojnë doktrinat e tyre në Kur'an dhe Sunnet. Megjithatë, disa historian të medhhebeve. Pse po them historian të medhhebeve? Sepse studimi i medhhebeve është shkencë në vete. Ka të bëj pak me historin, pak me usulofikun, pak me fikun, pak me kelamin, apologetikën, teologjin, por me medhhebe mirët një shkencë e posaçme dhe ajo është zhvillue dhe shumë e fort. Ka doktora akademike, profesora me qindra studime që janë shkruar në historinë e medhhebeve. Pra, disa historian të medhhebeve islame kanë përfshi apo kanë përmend në veprat e tyre edhe grupe që në përgjithësi e konsiderojnë veten pjesë të kulturës islame ose në një kuptim më të gjerë flasim për kontaktet e tyre me islamin si kategori të veçanta. Shiqo, dietar të njohur islam, s'po i përmeni me emra, se e kom konceptin këtu, në kësaj radhe nën faqe, tash, dietar të njohur thonë se përveç ati përkufizimi se kush mund të bëhet medhheb dhe kush mund të quhet, i pranojnë për medhhebe islame edhe përpjekjet e ndryshme që kanë qenë pjesë e kulturës islame në përkohë, në një kuptim më të gjerë, s'kanë arritë të strukturojnë shkollë të caktuar dhe që kanë pas kontakte, ose me tekstet burimore islame, ose me ato që janë shkruar përgjatë zhvillimit historik të kulturës dhe civilizimit ezoterik. Grupet ezoterike, tash si Ismailitët dhe Nusejrit, përkatësia teologjike e të cilëve në islam është e diskutueshme, janë studiuar megjithatë nga shumica e dietarëve islam apo e historianëve të medhhebeve islame si pjesë e kulturës islame, megjithëse shumë herë kanë gabu në çështje teologjike dhe politike. Fjalën e kam për Ismailitët dhe Nusejrit. Medhhebet miq nuk janë fe që ti shpallësh luftë medhhebit, sepse kur i shpall ti luftë medhhebit, ti po mundohesh me e shly, me i rafshiz një zhvillimi historik të një shkolle të caktuar të cilën e kanë përfaqësuar me qindra dietar të njohur islam përgjatë 1400 vjetëve të kaluar. Pra, ti si medhheb që je mund të atakosh, të debatosh, të demantosh mësimin e një medhhebi tjetër, por si musliman që pretendon se je musliman, ti nuk mundesh pa qenë dikun, me u kap dikun në ndonjë dietar. E spjegova si bëhet medhhebi atje, me ju gjujtën një medhhebi tjera. Pra, medhhebet nuk janë fe të reja, por janë shkolla shumë herë të përmbajtura mësimeve islame, por edhe ka medhhebe të atilla të dala, të larguara, balle në gjuhën arabe që nuk përfaqësojnë as islamin dhe as një koncept kulturor që pranohet si pjesë e civilizimit islam. Aty këto miq, përgjatë këtyre studimeve, vërehen gjurmë të ndikimeve të mjediseve shoqërore, të ngjarjeve politike dhe të besimeve dhe të kulturave edhe të lashta në medhhebet që paraqiten përgjatë mendimit e islam. Derisa es-selefije në fillet e historisë islame mbi sundonte, ishte e përfshirë, e përhapur,
në rajonin ku islami, veçanërisht në periudhat e tij të hershme shfaqet, në të njëjtën kohë kur që ky selefizmi islam, që kjo burimorja islame, përqendrohej në zonat ku hapet islami, në Iran, në ndërkohë, fillon të përhapen grupe si batinijet dhe keramitet, el keramije, të cilët e përzihen islamin me besimin dhe kultura të lashta. Pse ndodh kjo? Pse ka ndodhur kjo? Janë një 3-4 pika që përmenden në shkencën muqarenatul madhahib, në shkencën e komparacionit të medhhebeve. Një thot njerëz të cilët e pranojnë islamin edhe në Hijaz, në Arabi, aty, rreth Mekës e Medinës, nuk kanë pas mentalitet të njëjtë, nivel të arsyes të njëjtë. Do ma të meqëm, s'po di shme dhe, do ma të meqëm, do ma ahmaka. Por e kanë pranue islamin. Ky e ka shpjegu ndryshe, ky e ka shpjegu ndryshe, që që kupton. Sikur profesori, një mësim e jep, po i ka 30 nxanca. Ka nivellet të ndryshme, ka me 1, me 2, me 3, me 4, me 5 që e kryen klasën. Që ata me 5 konsiderohen ma të aftë. I shpjegojnë në mënyrë ma burimore, ma besnike mësimet e profesorit ose të librës ile. Ky me dysh, ky do të me fol dishka. Andaj edhe për të arsyetue veten para xhamatit nëse është i medresës, apo i ndonjë shkolle tjetër para qytetarëve, njerëzve të cilët e rrethojnë, ai ka me shku me interpretue mësimin e mësuesit dhe të librit të cilën e kalue, e ka lexue në bazë të aftësisë, të nivelit të aftësisë së tij dhe natyrisht del ma e deformuar. Kështu, edhe në kohën kur përhapet islami, qysh zon fill që to ndasit në mendimin islam pa du me e shpjegue. Në kohën kur përhapet islami, pra miq, disa janë mataf, disa jo. Tjetër, islami fillon të përhapet më pastaj jashtë gadishullit arabik. Ballafaqohet me kultura të ndryshme. Në Irak, Siri, Damask, Egjipt. Njerëz pikpamje të ndryshme. Islami tani më do të duhej që të modifikonte vetveten në atë mënyrë që ata ta akseptonin dhe pranonin. Pranimi i islamit nga këta njerëz shpjegohet në mënyra të ndryshme sipas logjikës, ambientit, gjeografisë, rrethit, kulturës së atyre njerëzve që do t'ja shpjegojnë pastaj popullatës ku jetojnë. E treta, gjatë zhvillimit historik, a në kohën e Muhamedit a.s. dhe sahabëve deri në kohën e Othmanit, jo Othmani ka qenë kështu, jo i drejt, jo i pa drejt, do më thënë njerëzit lirisht më lejonit i thëmë ahmaka, ma zi folin për khalifën e tretë, Dhun Nurejni e ka quajtur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Islami shkon deri në kufit e Kinës. Përhapet kultura islame, islami si fe, deri në brigjet e Atlantikut. Sot me raketa supersonike, këto Izraeli me Iranin e që tu liftue, tybe me qëto raketa në mujt, Amerika sot për 10-15 vjet me e pushtue, le me e pushtu, me ndryshu fejen, me ndryshu konceptin, me ndryshu besimin një populatin në një rajon kaq të madh. Tash, kur përhapet islami, kjo është e treta dhe të katërtën e përmeni për munafikët. Kur përhapet islami në qëto rajone, besimtarët e feve të ndryshme e pranojnë fejen islame, mirë po te këta ende mbetet të thirë, ndikimi i besimeve të kaluara, sepse nuk është arritur për një kohë ka shkurt 10-15 vjet, 20 vjet, që të shpjegohet islami në detaje si që kemi sot miliona libra. Kemi kamera këtu me fol 1 orë, 2, 5, mu knaq të folje, të shpjegue, të dëgjue. S'ka pas kohë ka shumë që t'i shkon islami deri në fund që montimit të besimeve politeiste dhe të gabuara
të asaj kohe. Më falni. Te këta njerëz fillojnë të përzihen gjana të ndryshme, sidomos të kombet popujt të këtë cilat feja ka luajtur një rol të madh, siç kanë qenë persianët. Persianët e pranojnë islamin, por nuk mund të largohen prej dy gjanave që i kanë konsideru jetike. Një, kulturës kombëtare të tyre. Ju kanë thënë arabëve, ju e keni pru islamin, Muhamedi alayhis salam ka mujt me zbritë edhe diku tjetër, por ju e ka zgjedhur çet vend, çet popull. Por kultura juaj nuk është më e fortë se jonja që tonën me shkrije për hatër tujen, edhe e dyta kanë qenë besimtar, e kanë rujt formën e besimit sidomos në çështje sociale, shoqërore. E në veçanti tek ajo që më pastaj do të njihet si imamati, trashëgimia trashëgimia në fron. Mbreti kanë pas gjithmonë ata perandor, djalë i biri të nipje të stërnipje ka shku në mënyrë trashëgimore, sikur mbretërit që janë, nuk kanë mujt me e mujt. Pra, Kurani, kur hapët në islamin, në gadishullin arabik, ballafaqohet me shtresime të ndryshme shoqërore, me kultura të ndryshme, me vetëdije, me nivele intelektuale të ndryshme. Andaj nuk e ka pas fare let. Megjithatë, Zoti I jep gajret pejgamberit edhe I thet wa ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. O Muhammed, mos e ke dertën ti për që të grusht veni këtu. Me izën e Zotit, ezani Muhammedije, e shkëndija të islamit, kanë me u pa në çdo cep të botës, gjithandej në globin e tokës. Pra, persianët, persianëve prej shedve që do të quhen masanej, linë që kjo puna e Hazreti Ali, se Hazreti Alia do të më konën trashëgimtari pejgamberit e jo Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani. Për shka, në kulturën e tyre e kanë pas trashëgimin, imamin, udhëhecin, imamatin, pastaj linde ajo ideja e imamive, imametet janë një sekt, një shkollë, një medhheb në të qetet, është tani me përhapura në Iranin e tanishëm, sidomos me degën e saj Ithna Ashërije, që thonë se imami, besimin në imamin, në trashëgimin e imamit, në shejtnin e imamit, e udhëhecit politik dhe fetar, a nuk e ndajnë ata politikën dhe fetaren, po udhëheci politik do të jetë edhe udhëhec fetar, është çështje e imanit, e besimit islam tek qetet. Ithna Ashërija më pastaj e përkufizon që ta imam në 12 të cilët janë të shajt, I 12 ka humbën, e derisa të kthehet ai çaj Mehdil Muntaziri, që e kam spjeguar në një video të kaluar, e përfatsojnë të tjerët dhe I tanishmi që është Ali Hamnei, më pas para ti Homeini, Ayatullah Homeini, dhe më thënë argumenti I Zotit, shenja e Zotit Homeini, sa Ayatullah se ka pas emnin, është imam I cili e përfaqëson edhe qatë kultur, edhe qatë koncept fetar, mezheb shiit. Lëvizjet lëvizjet e ndryshme, të cilat kanë ndodhur në rrafshe të ndryshme teologjike, sidomos në çështjet e kelamit edhe besimit, kanë identifiku dhe zhvillu qasje të ndryshme të islamit. Një dietar, kur është marrë me një çështje, e ka krijuar, apo I është krijuar më pastaj shkolla e tij kelamiste teologjike, dhe kështu fillojnë të krijohen medhhebet në kelam. Në fillim janë njohur dy medhhebe kryesore në kelam. Kanë qenë Khawarijit dhe kanë qenë Shiitet, të cilët kontribojnë në formimin dhe pjekurinë e ideve dhe qëndrimeve themelore në lidhje me çështje politike brenda jetës islame. Pra, nga perspektiva teologjike, politike,
kanë qenë haridjetet dhe sunnetet, ndërsa nga perspektiva teologjike, kelamiste, ideore, kanë qenë dy kryesore. Kanë qenë es-selefije, selefistët dhe mu'tezilitët. Selefistët të cilët njihen si më besnikët e asaj që njihet më pastaj ehli sunne, apo e traditës së pejgamberit, të sahabëve, tabiinëve dhe tabiinëve, ndërsa mu'tezilitët janë farqa apo sekti apo medhhebi në akiden islame, në teologjin islame, që fillon arsyen racionalen her ta vendos edhe para tekstit kuranor dhe të sunnetit, që aty thojnë se, edhe kjo është definim, në më thënë, shumë amatereske jemi që po e bojnë, qysh e bojnë një numër jo i vogël i njerëzve. Mu'tezilitët thojnë që shto, kelamistët e shari thojnë, me një fjali do me e shkatrutin një shkollë të tërë që ka pas një zhvellim 1000 vjeçar. Mënyra me poshtër e shpjegimit të fesë, apo të politikës, apo të një shkencë është me ju ngjiti me një fjali me diskreditu ose me livdue. Kjo u konë me mira vallahi se e ka bo qëtahën edhe ajo mu identifiku si me mira, ose kjo është ma i keqe se u pavala me një vend se ka thonë qështo. Shkollën e ti, me dhejbin e ti, pastaj me e bo qërit me e diskreditue me një fjali. Selefit, mu'tezilitët në kelam, haridjitët dhe shiitët pastaj në politikën islame. Medhhebet kryesisht, nisur nga kjo që e thash deri më tani në fund këto, medhhebet janë në 3 baza krijohen. Medhhebe teologjike, sa po i përmena, medhhebe praktike, ose fikhiste juridike, dhe medhhebe politike. Çështjet e teologjisë rreth të cilave mirën fillimisht ndahen shkollat ka qenë monoteizmi, ose el ilahije, forma e Zotit, njënshi, dyshi, sen, çdo gjë që ka të bëjë me sifatet e Zotit. Pika e dytë në të cilën fillojnë të ndahen, respektivisht të krijohen medhhebet në kelam, është fati apo kaderi apo kataja, caktimi i Zotit dhe vullneti i njeriut. A janë njerëzit të lira, nuk janë të lirë, Zoti a i cakton këto sene, nuk i cakton, nëse i cakton, pse të mirët në pyetje njeri sene, lindin nga këto pastaj 5 nën shkollat kryesore, el hatmije, el kaderije, el gjeberije, el fatalizmi, determinizmi, indeterminizmi, janë shkolla. Andaj, të flasësh me 4-5 fjali, gjehemit, ose mu'tezilitët janë qështu, që thash pak për para, është amaterizëm dhe është poshtërsi. Dhe pjesa e tretë, mbi të cilën ngriten këto medhhebet, këto kelamiste apo teologjike, janë marrëdhënia midis besimit dhe praktikës. A tham 3, 1 monoteizmi, ilahije, këtë rreth sifateve të Zotit, cilësive të Zotit, qysh është Zoti, qysh komunikon, qysh ne komunikojmë, a dora e Zotit përmendet në Kur'an, syni i Zotit, a sheh Zoti, a do ta shohim Zotin, pastaj froni i Zotit, alel arshi stawa, është i shtrim mbi arsh, arshi është fran, a nuk është fran, i stawa, shtrirja, o shtri kështu bashkë sigur kur shtrihet njeri, apo e ka kuptimin gjithë sundimi i tij, janë çështje të monoteizmit, të caktimi i Zotit dhe pastaj marrëdhënia midis besimit dhe praktikës. Nëse një njeri e lën namazin, a është besimtar a nuk është besimtar? Nëse një njeri e ka bo një mëkat të vogël apo një mëkat të madh, a ka dalë pe besimit a mos besimit dhe të ngjashme. I ardhrani tash rastisht me e përmend, nuk e pas na pas as shkrume, të mës miri për gjithë dietarëve islam, të gjitha kohërave që i shpjegon këto sene, është Ebu Hanife. Dhe une e kam thonë, e dini sigurisht, jam përkthyesi i Ebu Hanifës në gjuhën shqipe, une i kam përkthye 5 kryeveprat Ebu Hanifës, mi kanë vjedhë dhe i kanë qitë do nemën të vetin, por këto trajtesa, këto probleme kaq të mëdha i spjegon në mënyrë spektakolare.
në librin Fiqhul Akbar edhe Fiqhul Asghar, dy kryeveprat e tij, por i përmend kalimthi, por duke i shpjeguar në mënyrë bravëroze edhe në librin e tij El Alim wal Mutaallim, ose mësuesi dhe nxënësi, që ai është mësuesi dhe bëhet krejt libra është në formë dialogesh. Nxënësi pyet, mësuesi përgjigjet për çështje të ndryshme. Kështu, miq, ata të cilët në fillim i përmbahen parimeve të sunnetit, të sahabëve dhe të ngjashme dhe të tabiinëve, quhen ehlul haq. Ehlul haqi në kelam njifen shkolla selefiste, esharite dhe maturidite, janë medhhebi selefi, medhhebi eshari dhe medhhebi maturidi në ehlul haq, apo në ehli sunne që do të quhet më vonë, e kuptuat këta? Ehli sunneti nga perspektiva teologjike, kelamiste, është 3 shkolla të pranuara të vetme. Shkolla selefite që ka mbaruar koha e saj deri te Ibn Taymija, pastaj janë esharitët që vazhdojnë shpjegimet e tyne dhe maturiditët, Bakilani, Huwaini e ata tjerë. Kontradikta e kundërta e shkollës ehlul haq apo ehlus sunne janë quajtur ehlul bid'a. Pra, ehlus sunneti i referohet atyre që përfaqësojnë rrugën e ndjekur nga profeti, nga Muhamedi a.s., sahabët, tabiinët, tebe tabiinët, ndërsa ehlul bid'a i referohet atyre, apo janë ata që paraqesin pikpamje të ndryshme mbi çështje themelore në iman, miq. Ehlul bid'a në iman, në çështje themelore të fesë, pa asnjë bazë në prova fetare. Në mizan e këtë fjali përfundi. Pa asnjë bazë, nëse nuk e ka asnjë bazë, quhet ehlul bid'a. Jo nëse nuk e ka bazën që ti menon se është e vërteta. Jo, se ki ti e bidati, ti e ehlul bid'a. Por ehlul bid'a është quajtur ai i cili ka kriju pikpamje mbi çështje themelore islame, jo dytësore, tritësore, katërcore, s'kan kur fardere që tham ka njerëz të vetë Zoti as natën e vorrit, as në mahshar, as kur hiç, s'kan bash kur far vlere, e me të cilat miren shumë njerëz, e harxojnë kohën kot, badihava, badihavxhi, dhe e dyta thët pa asnjë bazë në prova fetare. Deri në shekullin e 3, që ky ehli sunneti e ruan qëndrimin e sahabëve, por më pastaj fillojnë të krijohen këto shkollat, që kanë ndarja sefte ehli sunne dhe el bid'a, dhe në ehlu sunne, selefit, esharit, maturidit, nërsa në ehlul bid'a, cilët janë konsiderue ehlul bid'a atëherë, rawafid, rafidit, një pjesë e shedve, vetëm një ferka, një medhheb, që kur të na, që thët pejgamberi jahudit do të dohen në 71, të krishterë 72, e na 73. Një pej që ty në 73-ve, rafidit, rawafida shije, është në ehlul bid'a, janë hawarijët, janë një pjesë e mu'tezilitëve, janë murxhia, janë nujjarit, janë dirarit, janë kerramit, edhe janë mushabihet. Shkojmë tash te fikhu, miq, se pesha se po jetë shumë gjana të pa shpjegume, u bënën 50 minuta. Miq, arsyet kryesore pse lindin këto medhhebe. E para është vështërsia e të kuptuarit të temave të trajtuara nga Islami dhe pejgamberi. 2. Dëshirat e ndryshme të atyre që janë përfshi në shpjegimet e së me vullnetet, qefet, instiktet e tyre vlla, po du që shto edhe që kaq. 3. Nivellet e ndryshme të arsimimit dhe interesat e ndryshme të këtyre. 4. Pranimi i palekundur i strukturave tradicionale shoqërore. Nuk e lëshoj une traditën teme që me i fol sefte kur hin në od, me shku mi fol plakit të kryte o gjakit atje. Jo, sigur të arabët që është, me nisën prej derës, ka thmi e ki me nisë prej derës. Jo më rebur,
Islami e pranon me nisë dhe pe aqit, ibde biljemin, thët pejgamberi, po jo kur t'hish not, monësh nuk është detyrimisht, nëse diçka nuk bie ndesh me parimet bazë, që dhe thët urdhresat kuranore, ti mundesh me e praktikue edhe këtë tanën. Një ndër praktikat e adeteve dhe zakoneve të pranueshme në islam, konsiderohet edhe një arsye e paraqitjes së shkollave të ndryshme tradicionale shoqërore, edhe e pesta është ambicia e disa individëve për leadership, siç ndodh menjëherë me rastin e paravdekjes së pejgamberit, që njëta incidenti i Kistasit, kur e ly pejgamberi atë letrën edhe lapsin për me shkru diçka, Omeri i thot neve na ke lënë ball Kur'anin edhe Sunnetin, mos u lodha pejgamber se i dimi kajsen tash je para dekës. Disa aty sahabe thonë se ai e pat njët me lënën testament Alia më konën mas ti, disa thonë se pat me lënën diçka tjetër, esene. Pra ambicjet e individëve për leadership dhe politikë udhëhecse të nxitura më pastaj nga Abdullah ibn Sebe dhe rrymimet të ndryshme islame, persiane të dikurshme, zorastriste, e ndikojnë, zhvillojnë këto. Një prej arsyeve më qendrore të lindjes së kontradiktave, bile të thëmë më bot të medhhebeve, është edhe një ajet kuranor. Ajeti që është në surën El Imran, ajeti i 7, i cili thëtë, Huwa alladhi anzala alejke l-kitabe, minhu ajatun muhkemat, hunna ummul kitab, wa ukharu mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ajeti i mutashabihateve. Në Kur'an janë disa ajete shumë të qarta. E kupton gjithsesi që i lexon. Por janë do ajete të cilat flasin për ftyrën e Zotit, dorën e Zotit, fronin për ardhjen e Zotit, pastaj për jetën e ahiretit, flasin për xhennetin, xhehenemin, çush është, për peshorën, për urën e siratit, për xhehenemin, sokat është esene. Këto nuk janë të trajtume dhe të shpjegume në mënyrë përfundimtare. Qasja ndaj këtyre ajeteve konsiderohet ndër pikat kryesore të përhapjes së medhhebeve në strukturën teologjike apo kelamiste islame. Dhe tash, miq, njëjtë kështu, sikur në kelam, edhe në çështje juridike, në muamelat, në punë mes njerëzve, në çështje civile ti quaj më shumë, dhe penale, natyrisht, lindin 4 shkolla kryesore. Është shkolla e Ebu Hanifës, medhhebi Hanefi pra, është shkolla e Ahmed ibn Hanbelit, medhhebi Hanbeli, është shkolla e Malik bin Enesit, medhhebi Maliki, edhe shkolla e Shafiijut, që është medhhebi Shafii. Tek dietarët modern, nga Rashid Ridaja e këndej, ka përpjekje që si reformist që kanë qenë, ta gjej një konsenzus midis ndasive të mëdha që janë përhap në ummetin islam, por në asnjë mënyrë, siç ka vepruar Muhammed Abdul Wahhabi dhe shkolla vehabiste, që të zhdukin çdo gjurmë të kontributit të dietarëve rrjedhimisht të kulturës islame në për kohë të ndryshme. A dosh më konën pasusin i medhhebi? Ti nuk do shmukon, për nuk di me kuptu një ajet edhe një hadith, nëse tazami, ajt de, ky de, ti de, pa i katëtin nuk de. Pra i do të lexon një dietar, do të lexon një shkollë, një koncept që ti përshtatet dhe ta implementoj mësimin islam në bazë të mësimit që e ka mësuar nga i mësues. Sikur a bën me ngu qëtë hoxh, ose a bën mos me ngu asnjë hoxh, o vëlla nëse ti nuk, nëse de,
në qofë se de edhe mirë bile thuja ti hoxhës që unë e shpjegoj, por në qofë se nuk de, ti ja kime ngu një hoxhë ka të shpjegon senet, ja kime lezu një liber që ja ka shku një hoxhë apo një djetar, se hoxhë dhe të thëtë mësus edhe djetar. Medhebet në fik, pra, nga modernistet, ka përpjekje me e zbut tehun e tyre, sepse me paraqitjen e vehabizmit ju jepet flak ndasive sektare medhebiste në shoqërinë islame. Cili është medhebi ma i përhapur në islam dhe po e përfundoj temën? Nga çto 4 medhebe. Në vendin e 4, më së paku i përhapur në botën islam është medhebi i Ahmed ibn Hanbelit, apo medhebi Hanbeli që ka jetuar në vitin 164 dhe ka vdekur në 241 ka lindet. Është i përhap në vendet e gjirit arabik, sidomos në Arabinë Saudite të tanishme. Pse është i përhapur? Sepse Muhammed Abdul Wahhab nga perspektiva fikhiste, juridike ka qenë pasus i Ahmed ibn Hanbelit dhe më pastaj Arabia Saudite e para dhe e dyta dhe e treta e tanishmja e pranon medhebin Hanbeli si çështje, si medheb zyrtar dhe sheriati apo gjykatat e sheriatit në Arabinë Saudite, por edhe në për universitete ku shpjegohet fiku, shpjegohet sipas medhebit Hanbeli. Pra, Hanbelia është medhebi i tretë që i 4 për nga shtrirja. I 3 është medhebi Maliki, vjen nga Malik bin Enesi, cili ka jetuar në vitin në kalin 91 dhe ka vdek në vitin 179 hijri. Është medheb zyrtar në Marokën, në Algjeri, në Tunis dhe në Mauritani, ka ndikim edhe në Libi, në Afrikën qendrore, në Mali, Niger, Senegal dhe Çad. Pastaj për hapja i dyti vje medhebi Shafi'i, nga Shafi'i i cili ka jetu midis viteve 150 dhe 240, është i përhapur në Egjipt, Siri, Palestinë, Yemen, Indonezi, Malezi, Filipinë, Singapur, si dhe në Afrikë, Somali, Keni dhe Tanzani, dhe ma i përhapuri është në bot medhebi Hanefi nga Imam Ebu Hanife, të cilët ne i takojmë këto si shoqëri e përgjithshme, shumica dërmuese e muslimanëve dhe besimtarëve të Ballkanit pra dhe shqiptarët. Ky medheb është më i përhapur, llogaritet se më shumë se 1/3 e muslimanëve të botës i përkasin medhebit Hanefi. Arsyeja kryesore e përhapjes kaq të madhe është i dedikohet pikërisht perandorisë osmane apo khalifatit islam të kohës osmane, i cili kishte çliruar rajone e gjeografi të mëdha dhe medhebi Hanefi, dietarët Hanefi ishin bërë shkollat juridike dhe gjykatat e shtetit Hanefi. Po e përfundoj me një fjali shumë interesante. Në shtetin Osman, për dalim nga të gjitha principatat dhe perandorit islame, mbas edhe për dalim nga të gjitha shtetet sot në botë, secili besim i ka pas gjyqtarët e vetë sipas besimit, përveç në çështje penale që kanë të bëjnë me sigurinë shtetënore. Me çështjet juridike, civile, ndërnjerëzore, secila fe i ka pas gjyqtarët e vet, muftit e vet, dietarët e vet. Bile, edhe brenda muslimanëve, atje ku ka pasën shumicë në atë rajon, Hanefi, kanë punue sipas gjykatave Hanefite. Atje ku ka pas Maliki, sipas gjykatëve të cilët i kanë përkit medhebeve të ndryshme, në këtë rast medhebet Maliki. Pra, perandoria osmane njihet e vetmja në historinë e njerëzimit që gjykatat, shkollat dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore i ka leju të krijohen sipas botkuptimeve dhe besimeve fetare të tyre. Natën e mirë.